Ta janë kapur gafil, duke vjedhur miliona, dhjetra, qindra miliona euro. Ta që kanë plerë 10 milion euro çokolata, ndërkohë që buxheti kundër kancerit nuk është 10 milion euro në këtë vend. Ta që me një film të zvendës kryeministres kanë vjedhur 53 milion euro, ndërkohë që fëmijët e kësaj republike dridhen në shkolla nga i stoti se nuk ka naftë për kaltaja. Dhe unë, për çdo qytetar që na ndjek, kam një pyetje. Çfarë duhet bëj më shumë një qeveri kundër popullit vet që të rrëzohet? Ndaj ne sot të shumë të në shesh si njerëz të lirë, vrasim frikën dhe i themi pushtetit hajdutëve, Edi Rama. Edi Rama. Ai tashmë e ka unë një betejë shumë të rëndësishme, betejën për emrin e vetë. Sa do e si do të shkoj tashmë fati i tij, ai do të mbahet mend si Edi që erdhi për shpresën dhe si Edi që iku si kreu i hajdutëve, Edi Rama.